Raporti në vazhdimsi përmend një biznes për furnizim me dërrasa për varrim. Sipas raportit, për 3 vjet me radhë, kompania ishte paguar mbi 40.000 euro më shumë. Mostrimi për shërbimet e varrimit, dërrasa dhe piramida tregon dalje për adhurim SHPK në vlerë prej 65.427 euro e 56 cent. Mirëpo, sipas evidencës së Këshillit dhe programit të MMS-s, rastet e vdekjes janë 1368 raste. Kur të shumëzohen rastet me shpenzimet e dërrasave piramides, një rast 36 euro, totali na del 49.248 euro. Diferenca financiare është 16.179 euro e 56 cent. Për këtë kemi kërkuar sqarime nga furnizuesi. Për vitin 2021, BIK e kishte paguar kompaninë 13.429 euro më shumë se sa kishte pranuar mall, ndërsa për vitin 2022, 10.939 euro më shumë, porosit dhe pagesat ishin për pa pasur kontrat me kompaninë,